Pyetja ime është nëse për shkak të mosbindjes së Adamit dhe Evës ndaj Perëndisë, Zoti si ndëshkim lejoi që nga ai moment djalli të manipulonte zemrën dhe të errësonte mendjen e njerëzimit, dhe nëse po ashtu për shkak të kësaj u krijua veli apo mbulesa që është e shtrirë mbi kombet, siç shkruhet në Isaia 25:7, po ashtu në Mateu 27:51, kur Zoti ynë Jezu Krisht vdiq, veli i tempullit u shqye. Motër Maria Luisa, a mund të na mësoni ju lutem nëse të gjitha këto kanë lidhje me njëra tjetrën? Zoti lejoi që në Eden djalli të mashtronte Adamin dhe Evën. Kishte ndodhur tani më rebelimi sepse thuhet në librin e Ezekielit kapitulli 28, ku flet për jetën e djallit, biografinë e djallit ose të Satanit, dhe aty thuhet se djalli u rebelua kundër Perëndisë me miliona engjëj të tij, dhe Perëndia i largoi nga prania e tij dhe i dërgoi në tokë që të jetojë në tokë. Pas kësaj Perëndia krijoi burrin dhe gruan, dhe kur u shfaqën Adami dhe Eva, ishte aty djalli duke jetuar po ashtu në planetin tokë. Perëndia lejoi që njeriu të mashtrohej. Pse? Sepse Perëndia e bëri njeriun me një aftësi, me aftësinë për të marrë vendime. Njeriut i dha aftësinë, merr vendimet e tua, nëse unë të ndaloj diçka, mu bind. Nëse unë nuk të ndaloj asgjë, atëherë ti shikoj gjërat dhe merr vendimet e tua. Por nëse unë të them mos e bëj këtë gjë, mu bind. Kjo ishte ajo që Perëndia i tha Adamit dhe Evës, u vuri një sprov dhe u dha urdhër që të hanin nga të gjitha frutat përveç se nga pema e njohjes së të mirës dhe të keqes. Perëndia e bëri për t'i provuar. Sigurisht që Perëndia e dinte se çfarë do të ndodhte. Kështu që në atë vendimarrje, Perëndia deshi të provonte Adamin dhe Evën, u bëri ndalimin mos ha nga ky frut, dhe ata morën vendimin. Eva mori vendimin të mos bindej. Djalli e mashtroi. Perëndia i kishte planifikuar këto gjëra. Mirë. Në ditët e sotme ndodh e njëjta gjë. Perëndia thot se ne kemi vullnet të lirë dhe marrim vendimet tona. Por në shumë prej atyre vendimeve Perëndia është me ne dhe na mëson, na drejton, na nxit që të marrim vendime të mira dhe që t'i bëjmë gjërat mirë. Sepse përveç kësaj ne lutemi dhe i themi Zot, më ndihmo që të marr një vendim të mirë, atëherë Perëndia na ndihmon. Sa i përket velit ose mbulesës është ndryshe. Veli kur thuhet në librin e Mateut se Zoti Jezu Krisht kur ishte në kryqin e Kalvarit, pas vdekjes së tij, thuhet se veli i tempullit u shqye. Le të kujtojmë se në Jeruzalem kishte një tempull që mbreti Herod ua kishte ndërtuar judenjve. Dhe në atë tempull ishte vendi shumë i shenjtë, i ndarë me një vel, vendi i shenjtë dhe vendi shumë i shenjtë, dhe kishte një vel ose një perde, siç thuhet në shqip, që ndante vendin shumë të shenjtë. Kjo simbolizonte se qenjet njerëzore nuk mund të depërtonin në vendin shumë të shenjtë, vetëm kryeprifti një herë në vit. Dhe kjo gjë ishte një figurë simbolike, simbolizonte që njerëzimi nuk mund të paraqitej përpara Perëndisë, sepse Perëndia ishte shumë larg njerëzimit. Perëndia vetëm paraqitej përmes priftit ose profetëve, por pjesës tjetër ai nuk u shfaqej njerëzve të zakonshëm, sepse ishte ai vel që ndante qenjen njerëzore nga Perëndia. Kur Zoti Jezu Krisht vdiq, ai tha, ai që beson në mua, unë do t'i jap liri që të ketë bashkësi, komunikim me Perëndin, që të mund të paraqitet përpara Perëndisë. Perëndia i flet dhe personi i flet Perëndisë dhe ka një bashkësi midis Perëndisë dhe njeriut. Ky ishte premtimi i Zotit Jezu Krisht. Prandaj kur ai vdiq, ditën e kryqëzimit thuhet se veli i tempullit u shqye, sepse veli ishte figura simbolike e ndarjes së Perëndisë nga njerëzit. Atëherë thuhet u shqye ai vel që të gjithë të hynin në vendin shumë të shenjtë dhe të mund të kenë bashkësi me Perëndin. Zoti Jezus tha, përmes meje
ju të gjithë do të keni bashkësi me Perëndin, sepse ju do të luteni dhe Perëndia do të jetë me ju. Dhe fryma e shenjtë do të jetë në zemrën e gjithë secilit dhe Perëndia do të jetë me ju nga tani e tutje. Aty ishte ajo figurë simbolike e velit. Kjo ishte ajo që përfaqësonte që Zoti u dha rrugë të lirë qenjeve njerëzore drejt Perëndisë, të kenë bashkësi, lidhje të afërt. Prandaj ne sot gëzojmë atë bashkësi me Perëndin, sepse tani ne lutemi, i flasim dhe ai na flet me anë të profecisë, me anë të ëndrave, të vegimeve, ai shfaqet duke bërë mrekulli, shërime. Sa bashkësi të bukur mund të kemi ne me Perëndin ton. Për këtë arsye është e rëndësishme që të përmbushim urdhërimet e tij që ai të mos largohet nga ne dhe të na lërë vetëm, por që bashkësia të vazhdojë. Fal Krishtit Jezus. Mirë.